Përshëndetje të gjithëve. Mirë se ardha kryeministër në Cerrik. Përshëndetje zoja ministre, përshëndetje zoti ministër. Sot jemi me fermerët e Bashkisë Cerrik dhe fushës Elbasanit për të bërë një bashkëbisedim së bashku rreth të gjithë bujqësisë dhe të investimet që kemi kryer për të gjithë bujqit që kemi në Bashkinë Cerrik. Normalisht që Bashkia Cerrik është një zonë me karakter bujqësor. Mbi 70% e ekonomisë qarkulluese jemi në pjesën e bujqësisë dhe këtu kemi një pjesë të disa nga fermerëve, të cilët janë që nga përpunuesit e vajit të ullirit, nga serat, nga blegtorët, nga bletëricit dhe shumë fermerë të tjerë të cilët janë pjesë e Bashkisë Cerrik. Normalisht Bashkia Cerrik është një nga bashkitë bujqësore dhe mendimin e qeverisë shqiptare së bashku me shumë projekte të cilët kanë dhënë ndihmë fermerëve që nga kanalet kulluese, që nga investimet në përrejt, në kanalet vaditës dhe shumë punë të tjera të cilët lidhen. Jemi në një hap tjetër ku të gjithë fermerët kanë një interes të lartë duke shtuar që nga serat, që nga përpunimet e cilat janë fabrikat e vajit të ullirit, do të thotë që ka një interes të lartë që nga shitja e tyre në çmimin i cili kemi bërë dhe disa kontratas fundmi qoftë nga Bashkimi Evropian, Italia dhe nga Amerika. Normalisht që ne kemi një shkollë bujqësore profesionale. Shkolla profesionale është një nga shkollat jo vetëm në qarkun e Elbasanit të Cerrik, por edhe në gjithë Shqipërinë, e cila nxjerr shumë student në këtë bashki. Jo vetëm këtu, por ne arrijmë që sot të nxjerrim disa nga fermerët më të zot për t'i çuar në çdo fermë. 90 kontrata të lidhura nga shkolla profesionale me bizneset është sot një mënyrë e mirë që nga shkëlqimi që ne kemi këtu sot për të bërë atë praktikën e dur në çdo biznes dhe në çdo mundësi të cilët ato janë. Kemi konviktin i cili është një nga mundësitë që ne do t'i japim të rinjve dhe të rejave që studiojnë në këtë shkollë, mënyrë që ne t'i krijojmë kushte sa më të mira. Normalisht është një sektor i cili shumë i rëndësishëm, por i domosdoshëm për ta çuar në një nivel akoma të lartë, i cili është në Bashkimin Evropian me gjithë cilësitë dhe mundësitë që ne kemi nga këtyre bujqësisë. Anila. Shumë faleminderit kryetar. Përshëndetje të gjithëve. Elbasani është një nga qarqet më të rëndësishme që kontribon në mënyrë të rëndësishme në prodhimin bujqësor shqiptar. Në 10 vitet e fundit janë bërë një punë e mrekullueshme fal jush, duke rritur sidomos prodhimet në perime, e tha pak më parë kryetari, por duke çuar atë në gati 100.000 ton, në drurët frutor me gati 40.000 ton, në rushin, që është një produkt autokton e juaj me gati 30.000 ton, prodhimi i qumshit me gati 80.000 ton, dhe janë këto sukseset tuaja, të cilat ne jemi shumë krenar dhe përpiqemi në çdo moment t'i mbështesim. Në këtë zonë, mbështetja ka qenë e drejtë për drejtë, sidomos në investime. Janë 56 investime në ndërtime serash, pika grumbullimi, fabrika të vajit të ullirit, që e përmendi pak më parë kryetari dhe që na bën krenar gjithëve, sepse me certifikatën bio që ka prodhimi vajit të ullirit në zonën tuaj, tregtohet në Itali, në Kanada dhe në Amerikë. Dhe këto janë shembuj të suksesit që duam t'i çojmë përpara, jo vetëm me 56 investimet dhe 6 milion euro grante të mbështetura në 10 vitet e fundit, por shumë më tepër fal iniciativave, nismave tuaja dhe mbështetjes së një pakete të rëndësishme financiare që qeveria shqiptare ka vënë dispozicion. E kemi filluar këtë vit me kryeministrin, me guvernatorin, me bankat e nivelit 2 me një lajm shumë të mirë. E kemi nisur me një mbështetje me kredit butë në një vlerë 250 milion euro për mbështetje të bizneseve SME, me një normë interesi që fillon nga 3.5%, po vetëm për bujqësinë, për nismat në bujqësi, do të shkojë jo vetëm në 2%, por njëkohësisht risku i mungesës kolateralit
me 70% të saj, fal garancisë sovrane brenda muajit korrik, do ta çojë ato në 2%. Dhe kjo është mbështetja më e rëndësishme dhe e para e këtij lloji për gjatë gjithë viteve të tranzicionit në sektorin e bujqësisë, që mendojmë ta çojmë bujqësinë në 5 vitet e ardhshme në një pjedestal tjetër aty ku e meriton për tregjet ndërkombëtare që sot nuk janë pak, po janë 80 tregje ndërkombëtare. Dhe kjo zonë, zemra e Shqipërisë, meriton të jetë në vëmendje të kësaj mbështetje financiare, por mbi të gjitha të ketë nisma nga ju. Sigurisht që bujqësia shqiptare ballafaqohet me problemet e fragmentizimit, sipërfaqe të vogla, të cilat ne i nxisim drejt bashkimit operatorëve, dhe vetëm vitin e kaluar bashkimi me Sjush prodhoi 322 grupe të fermerëve. Duam që këtë bashkim ta vazhdojmë edhe me grumbulluesit, edhe me institucione të tjera të cilat nxisin vajtje në tregje në prodhime cilësore dhe ekonomi shkallë. Prandaj na duhet puna juaj, por dhe mbështetja financiare. Do të vazhdojmë dhe këtë vit, fal AZBR-s, të japim grante me mbështetje të drejtë për drejtë të qeverisë shqiptare, si në subvencione, ashtu dhe në skema investimesh. Më e fundit, ajo që patëm vjet, që ndikoi në mënyrë të drejtë për drejtë në rritjen e mekanikës bujqësore, do të vazhdojmë dhe këtë vit dhe do të mbështesim, jo vetëm mekanikë bujqësore, po ndërtim serash, stallash, agroturizma dhe agropërpunim. Sipërfaqja e serave në Shqipëri në 10 vitet e fundit është 3 fishuar, por në qarkun tuaj është 10 fishuar. Kjo tregon që ju e keni kapur çelësin e suksesit aty ku duhet punuar për të arritur në tregjet edhe lokale dhe ato ndërkombëtare. Nga ana tjetër, ne duhet kuptojmë që të ruajmë sipërfaqen e tokës bujqësore, të japim mundësinë e gjithë sipërfaqes të punueshme të jetë e ujitur, dhe për këtë arsye edhe në këtë qark është punuar në vitet e fundit, janë 20 milion euro investime në sistem ujitje kullimi, dhe në gjithë Shqipërinë, jo vetëm janë realizuar 300.000 hektar të ujitshme sot, na kanë ngelur 60.000 hektar në mandatin tonë të 4. Sigurisht që kjo është një punë e përbashkët, është një punë e juaja, është një punë e pushtetit vendor, është një punë e qeverisë, dhe mendojmë që ajo punë e nisur për gjatë 10 viteve të fundit me 1.000 investime, me 400 pika grumbullimi dhe përpunimi, 120 agroturizma, do të vijoj patjetër në 4 vjeçarin e ardhshëm, ku kemi synuar një mbështetje me gati 500 milion euro në financime për 1.000 investime të tjera. Unë i ftoj të gjithë të nxisin bashkëpunimin mes fermerëve dhe aktorëve tjerë, të rrisin shkallë, të rrisin investime në teknologji dhe mekanik bujqësore të përparuar dhe të bëjmë pjesë e gjithë paketës prej 1.000 investime për të përfituar në mënyrë të drejtë për drejtë grande dhe kredit buta. Dhe së fundmi, Kryeministër, një fjalë në raport me skemat e sigurimit në bujqësi, të cilat brenda korrikut do t'i kemi të ofruara në mënyrë që edhe situatat që vijnë si rezultat i kushteve dhe faktorëve klimatik që nuk i kemi në dorë, të kemi mundësi me këtë skem sigurimesh, t'i kemi të ruajtura dhe të subvencionuara. Shumë faleminderit edhe një herë dhe punë të mbar. Shumë faleminderit për prezencën tuaj dhe për mundësinë që të bëjmë këtë diskutim me ministrin dhe me kryeministrin në lidhje me të ardhmen e bujqësisë në këtë zonë. Kjo është një zonë e begate e cila në vitet e fundit ka parë një rritje të madhe, siç tha dhe ministrja, këtu janë më shumë se 10 fishuar sasia e serave në 4-5 vitet e fundit. Vetëm nga skema e AZBR-s në 2023-2024 janë mbështetur më shumë se 2900 fermerë me mekanizma të ndryshme mbështetje. Dhe një pjesë e madhe e produktit këtu është shkuar për eksport, dhe në secilin prej viteve po tentohet të rritet vlera e eksportit, si në produktet e serave, po ashtu edhe në vajin e ullirit, i cili çdo vit po merre më shumë një vëmendje të posaçme, ka një numër më shumë se 240 pika të ndryshme të cilat prodhojnë vajin e ullirit, dhe ky vit që kaloi ishte një vit i mbar për këtë produkt që është i rëndësishëm i zonës. Këtu duhet thënë që dhe projektet e rëndësishme, të cilat prekin gjithë qarkën e Elbasanit, do ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në jetën dhe në punën e fermave të zonës. Rruga që pam pak minuta më parë, Lekaj Elbasan, Rrogozhin Elbasan, e cila e lidh me portën e Durrësit në një mënyrë shumë të shpejtë Elbasanin, bypassi Elbasanit dhe rruga e re
që gjithashtu është duke punuar nga Krasta në Qafthan, e vendos zonën e Cerrikut, i cili është preket tërësisht nga ky aks rruge, realisht në zemër të Shqipërisë. Bëhet 25 minuta nga Tirana, 40 minuta nga porti, shumë më afër kufirit me Maqedoninë, duke fuqizuar kështu jo vetëm mundësinë dhe shpejtësinë me cilën shkojnë produktet drejt eksportit, por edhe shpejtësinë me cilën do të vinë këtë zonë turistat, i cila është hapi tjetër që duhet zhvillohet. Zona ka një seri agroturizmësh shumë të interesant dhe të cilat po sjellin mënyrë të vazhdueshme gjithmonë më shumë turizëm nga Tirana, po dhe turizëm ndërkombëtar, duke krijuar mundësinë asaj që ne quajmë produkte e kilometrit zero, që është mundësia që produkti që prodhohet këtu të konsumohet këtu afër nga turist. Prodhimi dhe krijimi i projektit madh automotoparkut, i cili do të sjellë në zonën e Elbasanit qindra mijëra turistë për aktivitetin e Formula 1-shit, do të sjellë gjithashtu dhe në zonën përreth. Këtu jemi pak kilometra nga ajo zonë, ndërmjet bypassit lidhet shumë afër me zonën. Dhe kjo është gjithashtu një zonë e cila do të preket ndjeshëm nga një zhvillim i jashtëzakonshëm dhe nga një impakt që turizmi do të ketë si për kërkesën e brendshme, pra kërkesën këtu në Elbasan, por edhe për impaktin që turizmi do të ketë drejt për drejt në këtë zonë. Gjithashtu, teksa ne po afrohemi me negocimet me Bashkimin Evropian dhe mbylljen e kapitujve brenda 2027-s, hapja e këtij hapi tjetër procesit tonë dhe lidhja që do të kemi me mbështetjen shumë herë më të madhe nga Bashkimi Evropian për bujqësinë veçanërisht. Siç e kemi thënë shpesh herë, Bashkimi Evropian ka mbështetur me rreth 200 milionë euro në 10 vitet e fundit në bujqësi. Në një vit vetëm, kur ne jemi antarë e Bashkimit Evropian, do të jenë 300 milionë euro të dedikuar për bujqësinë, çka do të ndikojë masivisht në mundësinë tonë për të rritur volumin dhe cilësinë e produkteve. Ne kemi nga ana tjetër shumë punë për të bërë, ne nga ana jonë si fermer bashkë me Bashkinë, e cila po ndihmon shumë për gjithë pjesën e aplikimeve në skemën kombëtare të mbështetjes, është gjendet pranë gjithë qytetarëve për të asistuar ata për procesin e aplikimeve, i cili sigurisht ka ato dokumentacionin e vet që duhet. Por po punojmë sërish pak me Bashkinë, por edhe me fermerët për bashkërendimin e punës dhe krijimin e më shumë grupimeve fermerëve për të facilituar procesin e certifikimeve, po dhe procesin e etiketimeve të produkteve, që të rrisin vlerën e tyre në tregun ndërkombëtar, por edhe në tregun vendor. Ndaj dhe ky lloj bashkëpunimi është në fakt sfida më e madhe që kemi, që ne të ndërveprojmë që nga ato benefite që po vinë si nga infrastruktura e madhe që po bëhet në investimet e infrastrukturës së madhe që bëhen në zonë, por edhe nga mundësia që na hapet nëpërmjet afrimit me Bashkimin Evropian dhe antarësisë tonë Bashkimin Evropian, ne jemi gati për këtë sfidë. Kështu që kemi një punë të përditshme që duhet të bëjmë bashkë për sfidat mëdha, por me benefite shumë mëdha që na presin. Faleminderit edhe tani kushdo që ka një pyetje, një diskutim, një sugjerim, një shqetësim, është më së mirëpritur dhe kemi përmirësim. Ta mbajmë në këtë tjetrën. Përshëndetje zoti kryeministër, gjithashtu edhe ekipit tuaj, nga ne si bujq privat. Ke një përshëndetje të madhe për punën dhe verisimin e gjithë bujqëve që ke bë deri sot. Misionarët në Bashkinë e Cerrikut. Unë kisha një pyetje për problemet e dokumentacionit të toka bujqësore. Por mua, si fermer, unë kam një certifikat, kam i kartë identiteti që quam filan. Nësa, me tokën, sot në rrim në ajer. Jemi të pa, si mund të thëmë, bashkangjitur me pronën që neve punojmë sot, me tokën. Kështu që unë kisha një pyetje, çdo bat me dokumentacionin e tokave, se ka një procedurë shumë të gjatë dhe ka shumë sorallati për ne bujqërit, që nuk na del koha të sorallati me poshtë e lartë, sepse në angazhimin total të punës tonë në bujqësi, nuk na jepet mundësia. E para, e dyta, po thuj se mbi 50-60% e këtyre fermerëve që punojnë sot, janë në moshë madhore, pra në pension. Punojmë, edhe unë që flasë, punojmë sepse ky pension nuk ka bërë. Tani, minimaliteti i këtij pensionit sotëm
për ne është mos të jetojmë dot në ana ekonomike. Çdo të bëhat, ju falenderit për mikuptimin dhe urojmë suksese në 11 maj në mandatin e 4 me dorën 5 dhe përgatitur për mandatin e 5 me dorën 5 përsëri. Ju falenderit. Mirë, shumë faleminderit për pyetjet. Të dyja shumë të rëndësishme. E para për sa i përket regjistrimit, është vërtet që ka marrë shumë kohë, por nga ana tjetër duhet të keni parasysh që nuk është një punë e lehtë, për më tepër duke u nisur nga gjithë ajo rrëmuj totale që ne kemi gjetur në kadastrën e shtetit. Tani ka filluar puna për sëmbari, po bëhet gjithë regjistrimi, inventarizimi digital, pra i kompjuterizuar i tokës, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, është pjesë e angazhimeve tona në procesin e antarësimit. Parashikohet të përmbyllet i gjithi si proces i digitalizimit deri në 2028, në ndërkohë që janë dy komponentë që duhet ndaj me ju. E para duket sikur s'ka të bëj me ju, sepse quhet paketa e maleve dhe ju jeni në fakt në mes të fushave, ku ne kemi bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket pronësisë, duke ju dhënë mundësi të gjithë atyre që e kanë pronën faktike, por nuk e zotrojnë juridikisht, sepse nuk kanë dokumentat, dhe ndërkohë në ato teritore nuk e kanë pranuar 7501. Ndërkohë që ligji i ri që ne bëm 2020 kërkon shumë energji për të zbatuar, sepse nënkupton që të gjithë kufitarët duhet bien dakord që të pranojnë që kjo është prona jote, dhe ka kufitarë që janë atje, ka kufitarë që janë në Amerikë, ka që përgjigjen, ka që s'përgjigjen, kështu që do marrë kohën e vet. Po ama ndërkohë, ne do të japim mundësi të gjithë atyre që duan të investojnë në këto toka, që me një dëshmi të Këshillit Bashkiak, pra të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak, që po, kjo është toka e filanit, të hynë në një marrëdhënie me shtetin, sepse ajo figuron tokë shtetërore, ta paguajnë 1 euro vetëm, të bëjnë investimin e tyre, dhe në momentin kur përfundojnë investimin, ta regjistrojnë si tokën e tyre. Ky është një proces për të kapërcyer gjithë llojet e pengesave që janë burokratike, ndukje, po janë edhe ligjore. Edhe për mos krijuar konflikte të reja, se boll konflikte janë krijuar në vite nga rrëmuja që është bërë me prona. Tani, të njëjtin koncept ne duam ta shtrim tek toka e punuar. Pra, ju e keni një tokë që siç thatë e keni me certifikatën e përdorimit, keni nipt si bujk, si fermer, por nuk e keni në hipotek. Dhe në ndërkohë, toka juaj prodhon në mënyrë të vazhdueshme. Jemi duke punuar që të njëjtën gjë të bëjmë edhe për këtë pjesë, duke kërkuar përsëri që Këshilli Bashkiak të marrë përsipër, të jap dëshminë që kjo tokë është një tokë që punohet, dhe këtë gjë e verifikon lehtësisht edhe Ministria e Bujqësisë me strukturat e saj, dhe që kjo tokë i përket filanit. Pra nuk ka konflikte, nuk ka. Kjo është pak a shumë përgjigja për pyetjen e parë. Në ndërkohë që, siç thash, procesi i regjistrimit
do të shkoj përmes digitalizimit, përmes inventarit. Dhe inventari në kompjuter do të bëjt mundur që të mos ketë më mundësi të merr letra, çor letra, fut letra poshtë, nxirr letra lart, krijo pronar që si janë pronar, ngatro dynjan me letra. Kjo është e para. Për sa i përket çështjes pensioneve, kjo është çështja më delikate përsa në aspektin e buxhetit të shtetit. Dhe në aspektin e kapaciteteve që ka shteti. Shumë kush tregon shumë pralla për këtë punë, por e vërteta është që ka një logjik shumë thjeshtë se si funksionon. Pensionet dalin nga fondi i sigurimeve shoqërore. Dhe janë rezultat i asaj që njerëzit kanë paguar nga paga e tyre për pensionet e tyre. Dhe logjika është që kush ka i paguan sigurime shoqërore sot. Me ato sigurime shoqërore paguan pensionistët e sotëm, dhe kur ai del në pension, si pensionist paguhet me sigurimet e atyre që vinë brapa. Tani, ne jemi akoma në një fazë që kemi një hendek shumë të madh midis të shkuarës dhe të sotmes. Dhe problemi më i madh janë pensionet e fshatit. Për arsye se në aspektin e sigurimeve shoqërore, ato nuk kanë dhënë kontribut. Në ndërkohë që një tjetër problem është që shumë njerëz kanë ikur. Kanë ikë në Greqi, kanë ikë në Itali, tani u vjen mosha e pensionit. Edhe thonë, ne na del shumë i ulët. Po e vërteta është që ndërkohë ata kanë kontribuar në sigurimet atje, jo këtu. Për këtë arsye është bërë gjithë procesi i njohjes pensioneve me Italinë dhe me vende të tjera dhe dëshirojmë që të ndodhi edhe me Greqinë. Në ndërkohë, duke qenë se nga pamja e ekonomisë Shqipëria po rritet në mënyrë qëndrueshme, gjë që e tregojnë të gjitha shifrat, gjë që e tregojnë të gjitha raportet ndërkombëtare, gjë që e tregon besueshmëria e Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare, ku kemi marrë klasifikimin më të lartë ndonjëherë në historinë tonë, gjë që e tregojnë të dhënat këtu, sot këtu në Cerrik. Ka mbi 300 kilometra kanale, ujitse dhe kullimi që funksionojnë plotësisht. Kur ne morëm detyrën, ju e dini më mirë se juve keni vujt këtu problematikën e kanaleve të bllokume çdo kilometër. Sot ka 10 herë më shumë sera këtu në Cerrik se ç'kishte kur ne morëm detyrën, edhe si rezultat i faktit që ne kemi mbështetur bujqit dhe fermerët për rritjen e sasisë së serave. Sot eksportet nga këtu janë shumë më të larta se ç'ishin, sepse prodhimi është më i lartë se ç'ishte. Që tregon që në pikpamje të ekonomisë, bujqit dhe fermerët e Cerrikut janë sot më mirë se ç'ishin dje. Në pikpamje të pensioneve, ne kemi filluar, siç e kemi parë, e para të arrisim në mënyrë shumë të ndjeshme bonusin e fundvitit, e dyta të japim dhe bonusin e pranverës, që janë 2 bonuse që në totalin e vet shkojnë 165 milion euro. Nuk janë pak për buxhetin e shtetit shqiptar. Dhe duam që ta mbajmë këtë, në ndërkohë që duam të rrisim gradualisht qoftë pensionin mesatar për të siguruarit, që të jemi shumë të qartë për të siguruarit, qoftë të rrisim pensionin minimal duke e mbështetur nga buxheti i shtetit në këtë fazë për të gjithë ata që, siç thash,
janë viktima të kaluar. Sot, keni parasysh, sot ka pensionist të cilët për të njëjtën punë, për të njëjtat vite pune, marrin pensione të ndryshme, në varësi a kanë dalë në pension përpara reformës që bëmë ne apo mbrapa reformës. Sepse çfarë ndodhi që ishte që në këndvështrimin tim është një nga politikat më kriminale që janë bërë nga Këneta. U vu në fillim u bë një mbyllje masive e gjithë aseteve të Shqipërisë dhe u nxorën njerëzit në rrugë dhe që 40 vjeç u shpallën pensionistë. Dhe kjo u shoqërua me një vendim që pensioni më i lartë në Shqipëri është 200.000 lekë vjetër. Që ishte për ata që ishin më lartë. Ndërsa pensionet e tjera ishin komplet qesharake. Tani, gjithë kjo krijoi një masë të madhe njerëzish që nga janë u shpallën pensionistë, nga ana tjetër, puna e tyre e bërë ku të mundeshin, nuk figuronte në sigurinë shoqërore, niveli i punës në të zezë ishte katastrofik, dhe përveç kësaj, që është njëra anë e medaljes, kjo situatë u mbajt deri në vitin 2014, kur ne e hoqëm tavanin dhe tham një gjë shumë thjeshtë. Pensioni është ajo që ti ke kontribuar në vite. Dhe prandaj na ra goja duke i thënë njerëzve që sot janë punë, mos e hani karamelen që në sipërfaqe është e ëmbël, po në brendi është e hidhur, të marrjes së pagave në dorë. Po t'jap këto me bank, po t'jap këto në dorë. Të duket sikur merr pak më shumë, por në fakt i bën vetes gropën kur dalësh pension. Sepse praktikisht ai që ta bën këtë po të vjedh pensionin. Kjo ka sjell që të rritet në mënyrë të ndjeshme numri i kontributi në sigurinë shoqërore, sepse gjithmonë më pak njerëz e pranojnë këtë dhe gjithmonë më shumë formalizim ka. Nuk duhet ju lodh më gjatë se kjo është shumë komplekse, por duhet ju them që ne duam që në Shqipërinë 2030 ta synojmë që minimumi të synojmë, po e përsëris, dhe kjo do të varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga rritja ekonomike dhe nga Bashkimi Evropian. Është shumë i rëndësishëm Bashkimi Evropian edhe për këtë. Do t'ja u them pse. Të synojmë pension minimal 200 euro për gjithë. Që është ajo që thatë ju. Por mos harroni, ju që jeni këtu dhe të gjithë ata që sot janë në moshë pranë pensionit ose në moshë pensionit dhe që prodhojnë, ju keni një kapacitet financiar që nuk e kanë pensionistët e qytetit. Kjo është e vërteta. E para, e dyta, ju keni një kapacitet ekonomik që nuk bëhet fjalë. Prandaj unë i them njerëzve që thonë po vdesin për bukë, i them kush flet kështu nuk njeh fshatin shqiptar. Kush flet kështu nuk di fare se çfarë bëhet në fshat. Hiç. Ku punohet dhe punohet fort. Ata që janë aty punojnë fort, ju që jeni këtu punoni fort. Dhe në të gjitha rastet, për të gjithë ne duam që të ketë një pension minimal i cili të jetë një garanci për atë që folëm bashkë. Tani, pse është i rëndësishëm Bashkimi Evropian? Sepse na krijon një kapacitet të ri financiar, miqtë e mi. Ne sot ishim para se të vinim këtu tek një nga segmentet e korridorit 8 që po ndërtohet. Do bëjmë dhe e kurudhën që prap është
një vepër e madhe që financohet nëpërmjet fondeve që marrim nga fondi janë investime për Ballkanin Perëndimor. Po keni parasysh gjë. Në të gjithë mbështetjen që ne ju japim juve, që është më e madhja ndonjëherë se çka qenë, por që nuk është e mjaftueshme, ka një pjesë të konsiderueshme ndihme nga Bashkimi Evropian. E dini çfarë ndihmë është ajo? Në gjithë këto vite, Arbi tha 200, më pak se 200 milion euro, ne i kemi marrë nga Bashkimi Evropian. Në gjithë këto vite. Nëse ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, 300 milion euro janë vetëm për bujqësinë. Tani, çfarë nuk kupton kjo? Se në mbështetjen që ne i bëjmë bujqësisë nuk janë vetëm fondet e Bashkimit Evropian, edhe fondet e qeverisë. Nëse kemi një 300 milionsh çdo vit, atëherë normalisht që mbështetjen nga buxheti e lëvizim diku tjetër. Nëse kemi sot një mbështetje në totalin e vet të disbursuar aktualisht diçka më shumë se 1 miliard për të gjithë shka që Bashkimi Evropian ka dhënë për Shqipërinë, keni parasysh 90% i kemi kredi. Po nëse hym Bashkimin Evropian, kemi diçka më shumë se 1 miliard euro çdo vit, ku 90% janë grant, janë para e falur. Atëherë, kjo na lehtëson shumë dhe na jep mundësi që të vendosim më shumë para në dispozicion të edhe të pensionistëve. Kaca nga këta shitësit e qylymave, i keni paju se tani në fushat ju vinë dhe këtu shesin qylyma fluturus, që duan votën që t'ju hypni një qylym edhe të fluturoni si Aladini, po. E dihet ku të çojnë ato qylyma pastaj. Po thon një rrugë më pak. Një rrugë më pak edhe jepja pensionistëve. Çfarë problemi ka? Domethënë, kjo është si më e thon juve, çfarë problemi ka? Një mbjellje më pak, edhe ha, e bi, si mret. Mirë, po kjo është një dardhë që ka mrapa i bisht shumë të madh, sepse investimet që bëjmë në të katër anët na sjellin më shumë ekonomi dhe duke pas më shumë ekonomi kemi më shumë çfarë shpërndajmë. Nëse ne ulemi dhe ham të gjitha dhe nuk mendojmë se çfarë do mbledhim nesër që të shpërndajmë pas nesër, mbetemi të gjithë me 2 gishta ngoj. Prandaj është e rëndësishme që të kuptohet shumë qartë që kjo historia e Bashkimit Evropian nuk është një histori për të bërë muhabet kafenesh edhe pazaresh elektorale. Kjo është një histori historike. Momentin që ne kapërcejmë atë prag, gjithçka ndryshon në të gjitha drejtimet. Pa harruar që ndryshon gjëja kryesore, që se ajo pasaporta europiane nuk është i dokument udhëtimi, që është merr i dokument udhëtimi që shkruan aty Bashkimi Evropian. Ajo nuk është dokument udhëtimi. Ai është status tjetër, qytetarie, ku për herë të parë në historinë e tyre shqiptarët do jenë me një status faktikisht dhe juridikisht të barabartë me çdo qytetar të Perëndimit. S'ka bëvaki kur kjo. Edhe prandaj e them shpesh, kur Skënderbeu doli dhe i vuri gjoksin gjithë Europës perëndimore, s'kishte Bashkim Evropian. Por ama ai si profeti jon kombëtar na e përcaktoi rrugën. Dhe në atë rrugë kanë ecë gjithë duke parë atje te Europa. Sot Europa ka Bashkimin Evropian që është fati i madh i yni dhe që ne na ka ardhur në dorë sot. Prandaj duhet të mos luajmë nga istikami
dhe të rrim drejt dhe të punojmë çdo ditë, siç punoni ju çdo ditë atje, se po e lati ditë tokën pa i bërë zmet iku. Edhe ne me negociatat çdo ditë, duke i bërë zmet çdo gjëje që në 2027 ta bëjmë marrëveshjen e antarësimit, dhe në momentin kur Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, është tjetër gjë. Dhe në mbyllje po ju them, e mani me Covidin kur thoshin njerëzit Greku jep kështu e Greku jep ashtu, pse s'jepni dhe ju se Greku dha këtë e Greku dha atë. Në fakt Greku nuk i jep dhe Greku ato. Ato i jep dhe Bashkimi Evropian. Në momentin që ra pandemia, Bashkimi Evropian bëri atë që bën gjithmonë kur ka një fatkeqësi që i prek. Qoftë të gjithë bashkë, qoftë pjesërisht. Hapi arkën edhe nxori lum parash të tjera për të përballuar pandeminë. Të gjithë të njohurit të afërmit tanë në Greqi e në Itali fillun të bërin vaksinat. Po ne nuk ishim Bashkimin Evropian. Dhe detyrova unë shkova në Turqi dhe i solla nga Turqia, sepse s'ishim Bashkimin Evropian. Nëse do ishim Bashkimin Evropian, jo vetëm vaksinat, po edhe parat ekstra për të mbështet gjëra që ne i bëm brenda mundësive tona, po nuk i bëm dot ashtu si ata, se ata po ju them prap. Kanë buxhetin e tyre, kanë dhe buxhetin e Europës. Se Europa është si familje, ku janë të fortët, janë dhe më të dobtit. Ku janë ata që kanë shumë, janë ata që kanë shumë pak. Dhe funksionon që në momentin kur ti hyn, ata që janë më të fortë të mbështesin ty, që të rritesh dhe të forcohesh. Prandaj jemi në një moment historik. Kemi bërë shumë budalliqe në të kaluarën tonë. Ja kemi hap gropën vetes disa herë, duke u myt në lugën e ujit të pazarit politik këtu. Kush jam unë e kush je ti? Me muhabete idiote. Dhe kemi jo një herë trenin e historisë ne. Edhe në këto 30 vjet, 35, edhe për para 35 vjetë. Tani, treni historisë ka ndalu para syve tanë. Mi po treni historisë nuk është si treni që e shef, që të rri aty dhe të pret. është një tren që duhet të kesh një shqiz tjetër që ta shofësh. Edhe ta marrësh edhe të shkosh përpara. Duhet ta marrim këtë tren patjetër. Do të ndryshoj gjithçka. Në Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. E re, duke filluar patjetër duke filluar nga fëmijët. Fëmijët tanë që kanë lind me këmish, sepse mund të hynë në bre që tani që janë në hapat e parë të jetës tyre. Ju keni fëmijë, keni nipa, keni mbesa që doni t'i çoni të studiojnë jashtë, që të bëhen sa më të mirë. Sot për sot, ata janë të huaj atje. Edhe që të shkojnë atje të studiojnë, duhet të hynë nga dera mrapa, jo nga dera kryesore, si student huaj. E duhet paguajnë tarifa ekstra e të tjera e tjera. Në momentin që ne hymë BE, ata janë student të BE-s edhe shkojnë ku të duan, edhe janë njësoj si ata që banojnë atje, dhe ndërkohë dhe Shqipëria bëhet një vend që vinë student nga BE-ja. Pra gjithë shka ndryshon. Ka një tjetër, po, jebe pak. Jebe pak. Me sa jarët në Cerrik për ministër, edhe kemi për punën e atyre legalizimit të shtëpive, edhe titull i pronësisë.
para 2 vjetësh që zëvendës kryeministja këtu në nëjtëm që thamë që zjerën e asaj, që ato të vinë këtu në bashki. Bashkia di shtëpinë, di tokën, i ka dame, i ka bërë të gjitha. Prandaj ne kemi ndrit, edhe ministri tjetër ja kemi ndrit këto, që edhe gjithë më janë pensionista më shumë, mas ikin turën Elbasana në këtej. Këto kishim këtë vete që të vinë në bashki të çdo gjë, se bashkia i ka të gjitha të shkruar, banë të gjitha. Këto kishim ne, faleminderit. Tashti, për sa i përket legalizimeve, para njëherë bashkia ka marrë një autoritet tani. Pra, kjo që ju thatë ka ndodhë. Pra është bashkia pjesë e procesit. E para. E dyta, janë kryer 270.000 legalizime. Më shumë se i qerek milioni. Kanë mbetur edhe rreth 60.000 tjera, sepse janë shumë. Dhe kanë bërë në të kaluarën gabime të rënda me legalizimet, ose edhe më keq akoma se s'kan qenë as gabime, ka pas gabime, ka pas edhe poshërsira të mëdha, që kanë sjellë dëme të mëdha, ne nuk duam të përsërisim këto. Prandaj procesi do të vazhdoj, duam që të mbyllet bashkë me inventarizimin përfundimtar të pronës në 2028. Dhe patjetër, dhe për këtë arsye kemi futur edhe bashkitë në lojë që ta mbyllim si proces. Kështu që shpresoj shumë që kush ka pritur gjatë nuk do presi më aq sa ka pritur. Duhet dhe pak durim, se ndërkohë e përsëris keni parasysh kur ne kemi marrë detyrën, ishim bërë 21.000 legalizime, dhe nga cilat një pjesë ishin kriminale komplet, po shërsirat pa imagjinueshme. Ne kemi bërë 270.000, do me thonë një shifër llogaritën i vetë sa herë më e lartë. Janë dhe 60.000, edhe besoj që këto 3 vite që vinë deri në fund 2028-s do të përmbyllin këtë proces, besoj. Jeve pak zotnis këtu, po. Edhe pastaj zotnis tjetër. Përshëndetje dhe mirënjohje për gjitha punët. Afroj pak më vonë. Përshëndetje zoti kryeministër, mirë se na erdhe, dhe mirënjohje për gjitha punën e paloshme që keni kryer nga veriu deri në jug. Atëherë, unë jam me profesion farmacist. Po, kam rreth 10 vjet që jam përmirësuar te bujqësia, dhe unë dhe familja ime kemi investuar tek pemë të reja, kryesisht druri frutor i ullirit. Po ashtu kemi ecur më tej, kemi investuar një punishtë të vogël, vitin që kaloi, dhe pyetja ime do ishte, tek subvencionimi i bujqësisë, dua me fjalë të futet aty në agent, nëse ka mundësi, ju lutem, dhe subvencionimi për litër i vajit, sepse një litër vaj del me fjalë me kosto të lartë. Do të lutesh apo nëse ju falenderoj dhe sukses në 11 maj. Tani duhet të them diçka pak më konkrete lidhur me bujqësinë. Këtu në Corik ne kemi shumë besim që gjërat do shkojnë gjithmonë më mirë në këtë drejtim, siç kanë filluar të shkojnë. Sepse kemi këtu një kryetar bashkie, që e kam thënë edhe herë tjera, është nga më të vëmendshmit dhe nga më të ndërkryetarët tanë bashkive për vëmendje ndaj bujqësisë, sepse në përgjithësi kryetarët e bashkive priren ta shohin fshatin si infrastrukturë, jo si zhvillim bujqësor. Akoma është histori, tradite që kthehet jo me shpejtësinë që kemi fatkeqësisht dëshirë. Dhe në rastin e Cerrikut, kryetari i bashkisë ka bërë gjëra shembullore dhe madje e kemi përdorur Cerrikun si shembull edhe në ato mbledhjet e përbashkëta që kemi bërë me kryetarët e bashkive, kemi përdorur si shembull edhe rastin e përpunimit të mbetjeve bujqësore,
ku ju këtu keni kriju një model, fal vizionit edhe këmbguljes së kryetarit të bashkisë, dhe shpresoj dhe besoj që Bashkia e Cerrikut do jetë ndër bashkitë që do krijojnë edhe modele të reja të bashkëpunimit mes fermerëve, bujqve dhe bashkisë vetë për prodhimin. Çfarë du të them me këtë? Ministri tha, ne kemi vendosur në dispozicionin tuaj 250 milion euro, që është shumë më e madhe që ka pas ndonjëherë në dispozicion fshati, me mundësinë e marrjes së një kredie të butë. Të një kredie të butë ku 70% të kolateralit e mbulon shteti dhe të një kredie që është garantuar nga shteti. Pra nuk është një financim që do shkoni ke banka dhe do t'i lyjnë menç, bjerë dokumenta, bjerë këtë, bjerë atë, jo ta jap, jo s'ta jap, jo ke risk, jo s'ke risk, se të gjitha riskjet i ka marrë përsipër shteti. Tani, duhet që paralelisht me çfarë bëni ju individualisht, kryetari i bashkisë, bashkë me ju të mendoni edhe për investimet përbashkëta, ku dhe bashkia të futet. Për shembull, nëse flasim për vajin e Ullirit, ju keni mundësi të krijoni një sistem siç i ka bota, ku bashkitë dhe fermerët bëhen bashkë. Dhe besoj që nuk ka më nevojë të bëjmë shumë fjalë ne për t'ju thënë që bashkimi e bën fuqinë, edhe gjithë ajo paranoja që kooperativa do kthehet e kaluar etj, besoj që tani duhet lënë pas. Kooperativat komuniste ishin të gjithë bashkë në prodhim dhe pastaj se cili nga i lëmosh në fund muaj. Bashkimet sot janë të gjithë veç në prodhim, të gjithë bashkë në shitje. Që do të thot për grumbullim, për përpunim, bashkit duhet futen dhe shpresoj shumë që Cerriku të jetë një nga modelet e para, se tani keni garancinë shtetërore plus edhe gjithë të linjë financimi. Por ama dhe juve duhet të nxisni për të bërë politika të caktuara që janë politika që mund t'i bërë në nivel bashkie. Nivel bashkie, nëse bashkia e shef të arsyeshme bashkë me ju që të stimulohet, po themi, prodhimi edhe përpunimi dhe eksporti i ullirit, mund bëj disa gjëra në bashkëpunim me qeverinë që t'jenë specifike. Duhet mendojmë shumë më tepër në mënyrë sipërmarrëse edhe ne në nivel bashkie. Ky është i problem i madh që e kemi që duhet ta zgjidhim, por mund ta zgjidhim në saj të bashkëpunimit tuaj. Duhet bëni ju nxitës. Duhet jeni ju të gatshëm që të bashkoheni me njëri tjetrin dhe të thonë, okay, këto sepse në fund të ditës e dëgjoj shumë këtë tokën e fragmentuar, por nuk mendoj që ky është problemi. Problemi nuk është fragmentimi i tokës, problemi është fragmentimi i trurit. Sepse un kam 2 dynim, ti ke 2 hektar, Çimi ka 10, tjetri ka 4 dynim, nuk ka rëndësi, un do të kontribuoj me 2 dynim të mi. Ama nëse unë jam pjesë bashkë me ju, dhe nëse ju jeni dhe ju bashkë me njëri tjetrin, ajo që prodhojmë bashkarisht, pra e njëjta farë, e njëjtë yzmet, e njëjta cilësi, kur e kemi mundësinë ta negociojmë me çdo qoftë si një trup, çmimin e luajmë ne. Nuk vin dot të tjerët na han gjallë, thot ma jep ti me 5 lekë. Se shkoja mora çimit me 4 lek, e ta lash ty në rrugë, ndërkohë që për mua që jam më i vogël s'ka fare, jam i marum. Kështu që të gjithë ata që mendojnë ndryshe, gabojnë. Kjo është rruga,
Dhe në këtë rrugë është bërë histori suksesi në shumë vende të Shqipërisë. Nuk është puna tani se po e them unë. Unë e kam parë këtë gjë që ndodh në Shqipëri. Dhe për sa i përket historisë së mbështetjes, mbështetja jonë do vit duke u fokusuar gjithmonë më shumë eksaktësisht në drejtimet që janë më konkurruese dhe janë më kuptimplota për kërkesat e eksportit. Kështu që ulliri dhe vaj ullirit janë një nga gjërat ku ne jemi të fokusuar. Patjetër do duhet bëjmë më shumë, nuk diskutohet. Dhe jam shumë dakord. Jepja pak zotnis tjetër që e kërkoj. Përshëndetje zoti kryeministër, mirë se erdhe në bashkinë tonë. Është mirë njohur për ne, unë jam Ilias Gjika, hani Ilirit, sepse u kapën shumë tema tjera këtu, po ke agroturizmi ose ke ajo unë mendoj jam ke dallandyshet e para këtu. Falë frymëzimit tuaj, se u kam pas kryetar bashkie 12 vjet në Tiranë, ju kam ndjekur deta juaja. Dhe 11 se ato të 12 na e morën. S'është fajti. Jo. Unë e më shtesim shumë Andin, për na e dua, për na lash Tiranën, edhe fëmijët e mi po lan, vetëm ai vogël është në shkollë ke Veteranini. Kam krijuar edhe unë astin, siç po krijoj këtu fshatin, po dua më tepër mbështetje, më shumë benefite dhe më pak ke skema e zhbres, unë flas personalisht, nuk ka përfituar asgjë. Jam tak sa pagush i rregull, kam paguar dhe sigurime shoqërore ditën e tretë që vura tabelat, kam paguar sigurime shoqërore. Dua mbështetja dhe ke fushë. Ke këto tjera i dim shumë mirë se këtu bashkëtojmë tani në gjithë këto probleme, kërkojmë pak se me kpritin e kemi. Edhe do ishte mirë ta edhe benefitisht për mua. Pini kafe sepse unë duhet të kthej traditën me të sotshme. Edhe dallandyshet e para ke turizmin, ke objekti im kanë ardhur të huajt. Janë shenjat e para, po duam mbështetje. Shumë faleminderit dhe jeni mikpritur. Tani, për një agroturizëm të zhvilluar, dhe t'jap fjallën që do vi, linja e financimit e Bankës Shqipërisë është ideale. E para sepse është e shpejt, është në dispozicion, është një financim me një kredi shumë të butë, është i garantuar nga shteti, me gjithë në rastin tuaj ju s'keni problemet kolateralit, po gjithsesi është i garantuar nga shteti në 7% kolateralit, kështu që AZBR-ja është në dispozicion për të mbështetur të gjithë ata që duan të aksesojnë këtë linjë me konsulencë, kështu që mos nguroni çfarë keni për të shtuar e për të zhvilluar një projekt dhe me AZBR-n tek bankat për të përfituar nga kjo linjë garantuar nga shteti. Ka një tjetër, po jepja pak zotnis atë. I nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhe në bashkinë Cerrik. Është e vërtet që është rritur prodhimi ynë bujqësor. Vijojmë të përballemi me pengesën në eksport për disa produkte të caktuara, veçanërisht të deportosh në tregjet evropiane është shumë e vështirë. Faleminderit. Të shti, budallëj në për tregjet evropiane nuk ka, ata janë djaj me brirë gjithë, kështu që patjetër që është e vështirë. Prandaj duhet jemi shumë të fiksum ke cilësia, duhet jemi shumë të fiksum ke dia se si të çajmë në ato tregje, dhe faktikisht, fatmirësisht i kemi shëmbujt. Ashtu si kundër, ne kemi hapë dhe tregje të reja jashtë Bashkimit Evropian, se ka disa produkte që në Bashkimin Evropian janë më të vështira, por në tregjet e lindjes mesme për shembull ose në tregjet tjera janë më të lehta për tu
shuar. Por për ta mbyllur do doja ta përsërisja atë që thash për sa i përket bashkëpunimit me Bashkinë, se këto nuk janë tema që nëse Bashkitë marrë një rol më aktiv, atëherë edhe qeveria mund të jetë më e fokusuar, edhe mund të jetë më efikase, duke pas parasysh eksaktësisht për çfarë bëhet fjalë dhe si mund ndihmojë qeveria. Ama nga ana tjetër, jo rastisht kemi ardhur tu besoj, sepse mbas takimit do shohim pak punimet në konviktin e shkollës mesme profesionale, që është shkolla, me sa unë kam dëgjuar, më e mirë profesionale bujqësore në Shqipëri. Ama është më e mirë sepse ka mësues të ditur, por nuk është një shkollë ende e mesme bujqësore europiane. Dhe ne duam ta bëjmë një qendër europiane nga pikpamja e standarde. Dhe për këtë arsye e kemi fokusuar punën edhe tek konvikti i kësaj shkolle dhe tek konviktet e shkollave tjera, se duam që këtë konvikt ta bëjmë një hotel me kushte optimale për fëmijët. Në mënyrë që kur të hyjnë atje, ta ndjejnë dhe ta kuptojnë që janë të mirëpritur dhe janë këtu për të përgatitur si ushtar të progresit në shërbim të atë dheut. Po, natyrisht, kur vinë në një qenef, atëherë që aty fillon bie motivimi, bie dëshira, etj. Nga ana tjetër, duam që familjeve që janë në fshat, nuk janë shumë të familjet që janë në fshat që kanë fëmijë që duan të rrinë në fshat, ju e dini më mirë se unë, por ama t'u japim mundësi që fëmijët e tyre t'i edukojnë me një zanat kaq të rëndësishëm që do jetë gjithmonë më i rëndësishëm. Ishte i periudhë kohë që ra komplet interesi dhe dëshira për agronomi, për gjithë këto profesione që lidhen me fshatin. Tani që e shef jo Shqipëria, po e shef dhe Europa, e shef dhe gjithë bota, që në rendin e ditës është garancia ushqimore, nuk jo siguria ushqimore, garancia për të arritur për të prodhuar ushqimin e nevojshëm, sepse gjërat nuk po shkojnë mirë në shumë anë të botës, atëherë edhe interesi për fshatin, për ushqimin, për tokën, për bujqësinë, për agronominë etj. Po rritet. Kështu që baza është arsimi profesional. Dhe kjo shkollë ne duhet të bëhet një nga qendrat europiane të arsimimit profesional të brezit tjetër për fshatin dhe për zhvillimin bujqësor dhe rural. Ju falenderoj shumë për durimin, faleminderit kujt ndërhyri që uli çik ndryshimin e diellit, se ishte, i thashë edhe këtyre, po këtu e gjethet që t'i lini njerëzit, unë e përballoj se më shkalit koka e madhe, po thash pse çfarë taksirati kanë të rrinë dëgjojnë mu sikur s'm kanë një gjuhë ndonjëherë. Unë kujdes kur të hapnin frigoriferin këto ditë se mund t'ju dalin në frigorifer, se në televizor nuk diskutohet, kujdes aty, kur mund t'ju dalin në frigorifer, edhe kështu me këtë kokën e rrumullakët mund t'ju duken si pjepër edhe mos më fusin në hitë preme. Ju falenderoj shumë edhe ju uroj çdo të mirë. Kemi dhe pamjet si ka qenë e ambient jo të favorshëm, tani e kemi me kushte europiane, mund të themi, sepse është me një nga investimet më të reja qeverisë dhe mund të shohim dhe pamjet cilat i kemi vendosur këtu.
do të jetë transformimi komplet i gjithë pjesës konfliktit për ta kthyer këtë në një ambient dhe një kampus vërtet për të gjithë sistemin e shkollës personale, për pjesën e flitit basketball. Tu do të bëjmë një shesh për pjesën e një ambienti akoma më të bukur, për pasur një terren të gjelbërt për të shërbyer dhe shkollës mësore. Po një mikroferm. Po, për ta Shumë bukur, shumë basketball dhe rrethrohet ferma. Me ligje shumë origjinale. Jetë si kështu si kopsht eksperimental. Po, do ta përshtasim një model shumë që ta përshtasim të gjithë që të jetë komplet ambienti. Dhe janë 200 shtrekë. Janë po 160 shtrekë. Që nuk siguron vetëm për këtë zonë, po dhe për shumë bashki të tjera dhe krijon një zgjerim të kapacitetit. 134. Puna mbar. Edhe duhet t'ju krijojmë një mbështetje financiare këtyre nxënësve që vinë në shkollë në kombine shkollë profesionale. Nuk duhet këta të kenë tarifa. Nuk kanë asnjë tarifë përveç se marrin edhe ushqimin e kanë për gjithë. Jo se kanë tarifa pjesën e bursës, marrin edhe bursën në personal. Kanë tarifa në rastet caktuara. Kemi disa profile, kemi veterinarin, kemi agronomin, janë shumë profile. Kjo është një zonë e cila lidhet me duhan. Me duhan kemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në Shqipëri nuk kemi për pjesën e duhanit. Shumë mirë, shumë mirë. Po ndeshtë kemi krypëzënës më shumë se sa gjimnazi që kemi gjithë. Ka pas interes në rritjen në numër. Po ta bëjmë këtë model, edhe mirë është që të mendohet dhe për një sallë, ndoshta e kanë në shkollë brenda. Në dyja katët kemi një ka për vajzat dhe një ka për tjerë. Të dyja janë salla të studimit, pjesën e katet parë që është për kuzhinën dhe ambientet e një biblioteke. Pra është gjitha... Po, dhe të bënë me kompjuter, gjitha, internet, gjitha. Duhet ta bësh model, si që punë ti gjërat ku i bënë. Duhet jetë europian. Edhe laborator. Çdo gjë që duhet jetë këtu. Duhet jetë super zgjidhje. Do të krijojmë vërtet një ambient të përbashkët për gjithë pjesën e shkollës. Ta bëj këtë koncept, është shumë e bukur që edhe shuar gjitha në një kampus eksperimental në shkollë. Edhe me një rrugë vogël, tu nuk jetë të shkejtë, nuk kanë vërtet të shkejtë, po në shkejtë në në planka të këtu du tjetë oas. Këto, si që në bukurin e doli? Ajo gjëja du të shkrijet në të rrugë. Kërën njeri koncept të ri dhe do të fillojmë ta ndryshojmë komplet. Në atë godinën atje, jemi duke bërë një objekt me Bashkimin Evropian për personat për fëmijët me aftësi ndryshe dhe për të shërbyer gjithë komunitetit ndaj këtij sektori. Bukur, edhe për ata shkon shumë bukur ai kopshti pa fëmijë me aftësi ndryshe. Mund ta përdoren ato kopshte eksperimentale. Këto janë në natyrë, janë Kemi një fond nga Bashkimi Evropian i cili dalë përfitues dhe do ta transformojmë shumë mirë, perfekt.